Mas pari përshëndetje për gjithë shikust edhe gjithë ata që janë pranishëm këtë manifestim për ditëlindjen e Gjergj Kastriutit Skënderbeut. Unë jam Andronik Gjergjaj, vi nga komuna Klines, që 7 vite jetoj në Zvicër. Dhe ideja për këto rrobat, tham drejtëm ka lind për 28 nëntorin, i kam porosit edhe i kam vesh, kam gjeru ca video edhe të më thonë për ati momenti ma nuk jam nal edhe këtë veshje e baj me shumë krenari edhe jam krenar që jam shqiptar. Më tha që keni lindë në Kosovë. A më një me nga përshkru pak periudën kur keni dalë, ose nga ju vjen ky lloj patriotizmi ka që madhë? Tham drejten periudha kur kam dalë i bje 2018-19 qështu, kam emigru si fëmijë edhe tham drejten u mungon shumë veni, u mungojnë shumë traditat, kam dëshirë do më thonë vendin tem me pas sa ma mirë, edhe kjo është që shka mban mu një krenar. Po sotën manifestimin për Skënderbeun, keni marrë pjesën kas, apo vendodhen edhe këto? Them drejten, unë e kam marrë për shkak gjerime, se jam pjesë e një filmi, cili do të lancohet në shtator, dhe pastaj, me që ishte mundësia, mora pjesë edhe në manifestimin e Gjergj Kastriutit, me shumë knatësi. Qa do të thot për juve figura e Skënderbeut, paka shumë të fjallë? Them të drejten, figura e Gjergj Kastriutit Skënderbeut për mu do thëtë se ka qenë një luftitar që ka jap jetën për vendin, për lirin, për Kosovën, Shqipërin, dihet se na jem një, edhe për këta mund të thamë plotësisht se një jem krenar që kemi Gjergjin.